Gjatë 48 orëve të para të vitit të ri 2026 në maternitetin e Shkodrës kanë ardhur në jetë 6 foshnjë. Foshnja e parë e vitit ka lindur në orën 1:00 të datës 1 janar dhe është djalë, ndërsa deri në mesditën e datës 2 janar numri i lindjes ka arritur në 6, prej të cilëve 3 janë vajza dhe 3 djem. Sipas informacionit të marrë nga personeli shëndetësor, gjendja shëndetësore si e foshnjëve ashtu dhe e nënave paraqitet e mirë dhe pa komplikacione. Megjithatë, për të dhënë më shumë detaje rreth këtij lajmi të gëzueshëm, që në vende të ndryshme shoqërohet me entuziazëm dhe vëmendje institucionale, nuk u gjet gatishmëria e duhur nga personeli i shërbimit në maternitetin e Shkodrës. Ata nxorrin justifikime të ndryshme burokratike duke shmangur komunikimin me të gjerë me mediat, ndërkohë sipas politikave mbështetëse të shtetit në momentin e regjistrimit të fëmijëve, prindërit përfitojnë 40.000 lekë të reja për fëmijën e parë, 80.000 lekë të reja për fëmijën e dytë, 120.000 lekë të reja për fëmijën e tretë. Po ashtu sipas skemës së re të përmirësuar nga qeveria për fëmijët e lindur nga data 1 janar 2026, për fëmijët e parë prindërit përfitojnë 5.000 lekë të reja në muajin për një periudhë 5 vjeçare, për fëmijën e dytë 7.000 lekë të reja në muaj, për fëmijën e tretë 10.000 lekë të reja në muaj, gjithashtu dhe për 5 vite.